Mamitë ata që sjellin fëmijët në jetë, ata që prindërve u japin lajmin më të mirë për fëmijët e posaçlidhur, me moton familja shëndosh është qejsi një kombi të shëndoshëm mbajtën takimin e 10 tradicional në qytetin e Dibrës. Qëllimi i shoqatës për mami e motra medicinale është që të përmirësojë standardin për kurrën që ju jepet nënave, foshnjeve dhe familjeve të gjithë botës. Ata në ligjëratat e tyre tha se kjo bëhet nëpërmjet zhvillimit ekonomik, arsimimit dhe ushtrimit adekuat të profesionit të mamis. Kujdesi i mamis përfshin edhe masat preventive, zbulimin e anomalive tek nënat dhe foshnja, sigurimin e ndihmës mjekësore dhe marrjen e masave për situata urgjente. Me punën e mamis në kuptojmë edukimin e 7 zonës para lindjes si dhe përgatitja për të bërë prind në ligjëratën e saj, tha kryetaria e shoqatës së mamive të Maqedonisë Tanja Trajkovska. Ajo gjithashtu foli për rolin e madh të planifikimit të familjes dhe kujdesin për fëmijët. Gjatë këtij takimi u referuan edhe temat familja shëndosh, qelësi kombit të shëndosh dhe puna individuale e akushereve në spitalin e përgjithshëm në Dibër, të cilën e referoi akusheria me përvojë disa vjeçare në Dibër Zeynep Shemshi. Pas referimeve, mysafirët vizituan pjesë të monumenteve të ndryshme kulturore, historike dhe banjat e Dibrës Capa, të cilat në fund të shprehen se këta takime mbahen për qëllim të këmbimit të përvojave dhe vizitat ndaj monumenteve të ndryshme kulturore.